Arsyeja pse ku marr me veti ngjarjet që ne i kemi organizu, është me pa pse unë nuk jam më shpejt ndoshta. Do më thonë, me pa që rezultatin edhe punën. Edhe punën, edhe sakrificën që bëhet, edhe me ju arsyetu pse ndonjëherë unë s'jam më shpejt. Pra unë s'kom qenë për i nanave që i ka qu fëmijët në shkollë dhe i ka marrë. Unë nuk kom mujt me qu fëmijët në shkollë dhe mi marrë, edhe motra ma kujtoj, i kom qu fëmijët për shembull javën e parë, mandej ja kom mësu rrugën, kanë shku vetë në shkollë dhe jam kthy pi shkollës. I ke bë dhe të pavarur. I kom bë dhe të pavarur, sa ashtu kom shku në shkollë, ashtu jam kthy pi shkollës. Për shembull, ka diçka, naj drek diçka, përgatisin ose e mpresin mu dhe thojnë nëse mundesh. Dhe më thonë, e kanë një farë kulture që e njohin sakrificën që e bëj unë punë, edhe e kanë fitu edhe ata si kulturë. Janë shumë empatik edhe ato, janë shumë empatik, janë të dy vajzat edhe djali të afërt me anëtarët e familjes, respektojnë një farë hierarkie të personave më të shumë, edhe jo mundu me s'me i bo egoista, të drejtën, sepse kjo është një smundje që po e shoh e këtij shekullit, po egoizmi është shumë i shprehur, edhe ndonjëherë me maskën e gjanave tjera, edhe mendoj që kjo është diçka që duhet mu luftu.